Ku janë gazetarët që paguan Darion Veliaj? Ku janë artistët që i sponsorizon dhe Veliaj? Ku janë të rinjtë që i prodhojej? Ku janë biznesmenët që i ushqente ai? Ku është Helena Kadere që e ndiqte atë? Ku janë mediat që nuk e kritikuan kurrë atë? Ku janë ata VIP-a që ai pinte kafe çdo ditë me ta? Ku është komuniteti LGBT që ai e mbështeti? Ku janë deputetët që ai ndihmoi me vota? Ku janë kryetarët e bashkive që ai i nxorri? Ku janë administratorët që i emëroi ai? Ku janë këshilltarët e bashkisë që i nxorri ai? Ku është administrata që e punësoi ai? Ku janë ministrat që ai propozoi? Ku janë gjyqtarët që ai ja kaloi vettingun? Ku janë prokurorët që i emëroi ai? Ku janë njerëzit e vettingut që i vuri ai? Ku janë ata që i qeraste me projekte? Ku janë ata që ju jepte leje ndërtimi? Ku është Sorosi që e projektojnë politikë? Ku e ke shoqërinë civile, Orion Veliaj? Ku e ke liderin dhe shokun e armëve, Edin? Ku i ke shokët, Orion Veliaj? Prandaj, mos pi raki, por njëherë të vetme bëj nder Shqipërisë, dil dhe flit ato që di dhe ke bërë me Edi Ramën dhe ato që ke parë dëgjuar, se po fole ti, të gjithë do jenë lajmi i fundit.